Ka nevojë me punu shumë. Ka nevojë me punu shumë. Fjalë duhet pak, punë duhet shumë. Duhet me pa punë ma tepër, zhvillim ma se mendoj që populli ka nevojë për punë, me punue. Ka nevojë hala mu realizue. Mirë po punë të shihen mas një kohë. Po qëto ndihmat për Leona, ka ba ndihmat maja, mirë po tash menimi jem personal është zhvillimi ekonomik. Pa zhvillim ekonomik nuk mujna me ecë përpara. Qit ka ekonomi, ka prosperitet. Qit ka ekonomi, kuptohet njerëzit kërkojnë punë, pa punë s'ka kur gjë. Nuk ka zgjedhje më të mirë se sa Kurti. Se mendoni kështu? Shumë do hipoteze që i ka bo, janë më të vlefshme se sa ekonomia e vendit. E ai do t'i kthehet edhe ekonomisë, po le t'i kryejë një herë çdo që ka fillu. Ka depërtue në Mitrovic pa therrën kam, i ka hjek organet paralele prej anën banë Kosovës, tej edhe në Drenic, henez kish pas zyra lokalet Serbisë, edhe ato, si ka pa kërkush ma herët, ky edhe ato i ka gjetë edhe i ka hjekën. Kështu që nuk di çka duhet me pasën më tepër ky, kur me qito e ka plotsu. E inshallah tash mas zgjidhet prap, e vazhdon edhe me ekonomi. O qik muj mas me kanë real, se ndoshta unë nuk jam antar i vetëvendosjes, po jam simpatizant, nuk po shoh dështim të ai. Dështim mujnë me i qujt, qito që s'po mundet me u formu, po edhe aty ky s'duhet me lëshu pesi, ky është i pari, ky është sa krejt ata tub me neon, ky është me neon vetë. E qysh me lëshu, kështu që edhe ato se qujt dështim. Si me thonë, bon edhe ma mirë. Çdo qeveri ka të meta. Cilat janë disa të metat kësaj qeverie? Po di si me thonë. Mos rritja e pensioneve, shpenzime të mëdha për administratë. Kaq. Pos politika shumë së më intereson, kështu qatë shumë, po unë jetoj jashtë edhe sërë po i peshe që po bëhet ma mirë tashtë. Edhe si vjetë mirë po më doket.